Kuvendit të Kosovës i kanë mbetur edhe 22 ditë afat për të zgjedhur presidentin e ri të vendit. Krerët e partive politike do të nisin serinë e takimeve këtë të hënë për këtë çështje. Kryeministri Albin Kurti dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku do të takohen brenda ambienteve të kuvendit. Kreu i qeverisë së Kosovës deklaroi disa ditë më parë se takimet me krerët e partive opozitare për të gjetur një zgjidhje për çështjen e presidentit do të nisin në fillim të kësaj jave. Kujtojmë se të shtunën Vjosa Osmani përfundoi mandatin e presidentes dhe ja dorëzoi mandatin ushtrues së detyrës së presidentes kryetares së kuvendit Albulena Haxhiu, e cila ka të drejtë mbaj këtë pozitë deri në 6 muaj. Pas dorëzimit të mandatit, Osmani tha se shpreson që kuvendi sa më parë të zgjidhë presidentin e ri në mënyrë që të ketë stabilitet institucional. Kriza politike në Kosovë vjen në një kohë pas sigurie në rrafshin global, ku si pasojë e luftës në Iran, tregjet janë çrregulluar, duke prekur edhe Kosovën. Ndërkohë që ne nuk e kemi më sfidë natyrisht numrin prej 61 deputetëve për formimin e qeverisë, por definitivisht është sfidë tejet gjigante, ajo që një parti të ketë 80 deputet dhe të mund ta zgjedhë vetë edhe presidentin. Ju e dini shumë mirë që jemi përpjekur edhe më herët dhe kandidati ynë Glau Konjufsa është zyrtarizuar më pak se 30 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit, ndërka që kundër kandidatja e tij, doktoresha Fatmire Mulhaxha Kollçaku, është zyrtarizuar më pak se 3 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit. Pra, ne kemi bërë për zgjedhjet detyruar për brenda subjektit tonë, në ndërkohë kur nuk nxirrte askush asnjë propozim për kandidat. Dhe ndodhemi tani ku ndodhemi. Unë vazhdoj të jem optimist se me takime dhe bisedime të këtilla do të mund të arrijmë një marrëveshje politike, por këtë nuk mund ta them që e kemi sot. Tash ne jemi udhëheqës të subjekteve që janë demokratike dhe jemi transparent sa i përket procesit, mirë po megjithatë takimi ishte tete dhe ne duhet të ruajmë konfidencialitetin e bisedimeve. Në momentin kur propozimet, iniciativat sjellin rezultat konkret, atëherë do të mund të përgjigjemi konkretisht për të arriturat. Partia Demokratike e Kosovës asnjëherë nuk ka nxjerrë asnjë emër përpara nesh. Ajo vetëm ka kërkuar që ne t'i besojmë në mënyrë absolute dhe të verbër, pra absolute që 2 kandidatët të jenë të PDK-s dhe të verbër që të mos na tregojnë emrin paraprakisht, si subjekt demokratik që jemi, me statutin e lëvizjes vetëvendosje, me mua si kryetari i saj, kjo e bën të pamundur marrëveshjen, prandaj uroj që në komunikimet dhe takimet në vijim me kryetarin e PDK-s kjo të ndryshoj.